Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës feston 5 vjet partneritet me Wizz Air, një nga linjat ajrore me kosto të ulët më të madhe në Evropë. Që prej hapjes së bazës në Tiranë në vitin 2020, Wizz Air ka luajtur një rol kyç në zgjerimin e lidhjeve ajrore ndërkombëtare të Shqipërisë, duke kthyer Tiranë në një nga aeroportet me rritjet më të shpejtë në rajon. Jemi krenar të festojmë 5 vite partneritet me Wizz Air, një kompani që ka ndikuar ndjeshëm në zgjerimin e lidhjeve ndërkombëtare të Shqipërisë. Fal vizionit dhe investimeve të grupit Kastrati, TIA vazhdon të zhvillohet si një qendër rajonale, duke u ofruar pasagjerëve më shumë akses drejt Europës dhe duke përmirësuar përvojën e udhëtimit. Jemi të motivuar të arrijmë edhe më shumë arritje së bashku. Gjatë festimeve për këtë përvjetor të rëndësishëm në ambientet e aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, Wizz Air njoftoi nisjen e 3 destinacioneve të reja në tetor të këtij viti, nga dhe drejt Tiranës, me Larnaca në Shqipëri, Malaga në Spanjë dhe Maltën. Me këto shtesa, Wizz Air do të operojë 56 destinacione dhe 18 shtete nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës, duke ofruar pasagjerëve më shumë mundësi për udhëtime kulturore dhe pushime nëpër Evropë. Në këto 5 vjetor, linja ajrore lançoi edhe një promocion të veçantë një ditor me 15% ulje për fluturimet e përzgjedhura drejt nga Tirana, për rezervime të bëra më një korrik 2025 dhe për udhëtime deri në 31 gusht të këtij viti. I'm so proud to be there because I'm responsible for so many markets. Shënojmë një moment të rëndësishëm për Wizz Air në Shqipëri. Në vetëm 5 vite Tirana është kthyer në një bazë kyçe për rrjetin tonë rajonal dhe jemi të lumtur ta festojmë me destinacione të reja dhe një ofertë speciale për klientët tanë. Falenderojmë aeroportin e Tiranës për mbështetjen e vazhdueshme dhe presim me padurim të rritemi më tej së bashku. Që për nisjes së operimeve në Shqipëri në vitin 2017, Wizz Air ka transportuar mbi 19 milion pasagjerë drejt dhe nga vendi ynë. Ndërkohë, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës, si porta kryesore ajrore e Shqipërisë, ka shënuar rritjen më të shpejtë në Evropën juglindore. Investimet e vazhdueshme nga grupi Kastrati kanë sjellë një transformim të rëndësishëm në infrastrukturë, teknologji, duke përmirësuar përvojën e miliona pasagjerëve.